Në kuadër të ditës ndërkombëtare të siteve arkeologjike dhe monumenteve, nxënësit e klasave të 11 të shkollës Kristoj Sa kanë sjellë një atmosferë të veçantë dhe plot emocion në lagjen muzeale të Mangalemit përmes një projekti unik, modelimi i një dasme tradicionale beratase. Ky aktivitet gjithëpërfshirës është realizuar me angazhimin maksimal të nxënësve, të cilët kanë bashkërenduar punën në të gjitha lëndët shkollore. Gjua dhe letërsia shqipe kanë ndihmuar në rikthimin e elementeve të lashtë gjuhësor dhe të folklorit, ndërsa ora e teknologjisë dhe artit është përqendruar në dekorin tradicional, kostumet popullore dhe organizimin e ceremonisë. Një vend të veçantë ka zënë edhe gastronomia beratase, ku nxënësit kanë përgatitur ushqime tradicionale të dasmave shqiptare, duke risjellë në vëmendje shijet e vjetra të kësaj zone. Ky aktivitet nuk është vetëm një fest, por një akt i vetëdijshëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Përmes këtij modelimi të rinjt jo vetëm njohin më mirë rrënjët e tyre, por edhe i japin frymë të re zakoneve dhe traditave të hershme të Beratit. Aktiviteti është zhvilluar në ambient të hapur te Porta e Pashait, ku historia dhe e tashtmja takojnë për të dëshmuar dashurinë dhe respektin për trashëgimin ton. Jemi në lagjen muzeale të Beratit, në lagjen Mangalem. Ne dëshirojmë të sjellim modelimin e një dasme tipike shqiptare, faktikisht beratase, përmes ruajtjes së zakoneve dhe traditave. Janë angazhuar klasat e 11 të shkollës son, edhe ku përfshihen të gjitha lëndët, gjua, letërsia, sidomos kuzhina edhe dekori. Nxënësit janë maksimalisht të angazhuar, po modelojmë dasmën, mund të ketë akoma elemente për të shtuar, gjithsesi duam që ta marrim pozitive gjithë gjendjen. E gjitha kjo bëhet në ruajtjen e zakonave dhe traditave në kuadër të ditës siteve arkeologjike që është data 18 prill.